Është gruaja e parë që ka udhëhequr shtetin, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin. Ka arritur gjithashtu gradat më të larta që një grua i ka mbartur në policinë e Kosovës, por ish presidentja e Republikës së Kosovës, Atifej Jahjagaj, nuk është ftuar në forumin ndërkombëtar që flet për gratë, paqen dhe sigurinë. Se nuk e kanë marrë ftesën për një ngjarje të tillë, e ka konfirmuar vetë nga zyra e Jahjagës. Këtë vit, presidentja Jahjaga nuk ka marrë ftesë për të qenë pjesë e forumit për gratë, paqen dhe sigurinë, shkruan në përgjigjen e kësaj zyre. Radio Dukaqini ka pyetur edhe zyrtarët e presidencës Bekim Kupina, këshilltar për mediat e Vjosa Osmani, dhe ka thënë se Jahjagës i janë dërguar ftesë, por nuk ka siguruar asnjë dëshmi për një deklarim të tillë. Këtë mungesë të Atifej Jahjagës në këtë forum e ka komentuar dhe ish diplomati i Kosovës, Ylber Hysa. Sipas tij, është fare pa kuptim mungesa e ish presidentes në një format të tillë. Kosova është e dashur të krenohet me faktin që i kanë dhënë përparësi grave të jenë në pozita të larta shtetërore. Por kur një presidente grua e mohon një presidente tjetër grua, problemi i shoqërisë kosovare nuk është respektimi ndaj grave. Jahjaga i plotson të gjitha kriteret e të qenurit në këtë pozitë. Jahjaga ftohet në të gjitha organizimet e ngjashme që mbahen jashtë Kosovës e nuk ftohen këtu. Kjo është e pakuptim, ka thënë Hysa. Atifej Jahjaga është gruaja e parë e zgjedhur në krye të shtetit jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin. Para se të emërojë presidente, Jahjaga ka mbajtur gradën më të lartë që një grua ka arritur në policinë e Kosovës.